Hera e parë në jetën ime që përgatit ngasër ose pispili, thojeni si të donin, disa zona e thon ngasër, si që themi neve, disa e thon pispili, edhe unë isha gjithë orën në telefon me mamin, si ta bëj atë, si ta bëj këtë, nuk e di pse më dukej kaq e vështirë që të përgatitja ngasër dhe nuk e kisha marrë kurrë mundimin, po ja që e mora edhe doli perfekte. Unë e bëra me spinaq, me qepë të njoma dhe qepë të thata, të cilat I skuqja një çikë. Spinaqin tani si e preva në copa të mëdha, se spinaqi ujë është, ndaj edhe po ta pres në të vogla fare do humbej, se e shtrydha edhe një çik me krip që t'i hiqja lëngun e shumtë, edhe pastaj jo shumë që të ngelet një çik, po e pat sa e bëra. Pastaj I hodha brenda qepët që kisha skuqur, majdanos, kjo është anitho është kopër domethënë, pak krip, pak piperë, se kripi kisha hedhë edhe spinaqit që e shtrydha, ndaj do kujdeseni me kripën. Edhe tani përgatita miellin e misrit, I hodha pak kripë, miell misri edhe ujë, e trazova që të dali një çik e lëvritur, siç thevi neve përzierja, që ta shtrojmë poshtë në tepsi. Në tepsi unë tani e leva me vaj ulliri që të më ngjitet ngasra. Pastaj pasi shtrova brumin, miellin e misrit domethënë, I hodha ato lakrat brenda, spinaqin e ato qepët të gjitha, edhe nga lart miellin e misrit ja hodha ashtu me dorë dhe e laga, e spërkata me ujë, e vura të piqet në 180 gradë, edhe o njerës, ngasra doli e shkëlqyer. Jo se e bëra unë, jo. Po vërtet më pëlqeu shumë si doli rezultati, nuk I het djathun brenda as vezës, se disa zona e bëjnë ashtu, nuk më pëlqen me djathë me vezë brenda. Të kaloni bukur!